أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Javën e kalum I lexuam virtytet e pejgamberit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam lidhje me ditën e gjykimit, që do ketë do privilegje mbi pejgamberët tjerë apo mbi njerëzit tjerë. Dhe këtë javë prap është një virtyt I tij që e ka zgjedh Zoti Xhelle Xhelalu atë me mehabet dhe me hullet, me dashni dhe me dostllëk, miqësi, Khalil. A ka dhe kush emrin Khalil? Ajo I vjen dosti I Allahut, Khalil. Mehabet, dashni I vjen tamam. Kemi muhabet. Për çat kur hym me një kafe me 75 burra, nuk ka mirë sipas fesë islame me u than a keni muhabet. Tamam, se keq kuptohet. Do than pi aty burron fjala muhabet, a keni muhabet. Kur kije muhabet, bisedë me dikë, do të thotë kije dashni, pa mireni vesh, e pi atë rreth edhe biseda pastaj. Thot Qadi Iyadi rahimahullahu taala, hamd pafund Allahut që na bën të preokupohemi me këtë alim të madh. T'ja lexojmë kitapin atij, ta lexojmë këtë shifa I sherif. Hamd kërkon kjo gjema, hamden e shukër. Allahu mos na marrë këtë nimet. Kanë ardhur shumë haberi vjen lajme, informata, e sahihat sakta, sahih. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam në gjuhët e muslimanëve është përmendur si Habibullah, apo Habib I Allahut, I dashuri Allahut Xhelle Xhelaluhu. E tash thot, me njerë fillojmë me hadithet në lidhje me këtë temë, se si ka qenë I dashuri apo dosti I Allahut Dhul Gjelal. Hadithi par Ebu Said el-Khudri, radiallahu anhu, transmeton, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. E një këtu, mos I zënë vetëm si fakte historike këto, Allah I për pejgamberin kështu ka thënë, pejgamberi për Hazreti Ebu Bekrin kështu ka thënë, po të ndjeri mësime në jetët e përditshme. Leu kuntu muttakhidhan khalila, të isha për të marrë dost në këtë dynja, ama dost me të vërtet. Ma pa dhe sqarojmë pak kuptimet, çka do thot dost. Gajra Rabbi, jashta Zotit tim, të kisha zgjedh për veti një dost jashta Zotit tim, latakhadhtu Ebu Bekrin, do ta kisha zgjedh Ebu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Tash a se ka pas dost Ebu Bekrin pejgamberi a.s. Sigurisht që e ka pas. E na çfarë dosti, momentet më të vështira, që çajo do thotë edhe me kanë dost. Tash me dham pak dostqarime. Buron nga ranja hulle. Hulle do thotë tekhallul. Neve kemi sunnet burrat, sunnet edep, me I bot që kshu gishtat, tekhallul I thujnë kësaj, takhlil. Apo edhe mjekrën, kur marim abdes. Do me thanë, depërtim me bo. Shif, dost, shok vjen nga rënja depërtim. Pse? Ai njerit ka depërtu në zemër. Dhe me atë njeri mund t'i hapish ato sekretet e zemrës. Apo? I tregojsh do gjëra që ndoshta nënës së nja kallëzësh, vllajt së nja kallëzësh. A mund ta kesh ene vllajën e dosta, jo tjetër punë. Mund ta kesh ene nën edhe dost. Tamam, mund ta kesh edhe Zot, edhe dost, tamam. Ene Allahun e ka pas, ene Zot, ene dost. E po Hazreti Ebu Bekri na nuk e ka pas. E ka pas, po sikur do të na thosë pejgamberi alayhis salam, zate me një hadith tjetër, do thosë, atë e kam vlla. Vlla e kam atë, dost do thot më komplet kur I dorzohesh, kur I mbështetesh njërit. Në zakonisht në zemër kur e kije një dost, vend tjetër man nuk ka për atë. Për çfarë duhet shumë me kujdes me I zgjedh shokët. Ne kur themi dost, kuptim të shokut, mund kijesh ma tepër. Khalil, dosti vërtet mund tjetë vetëm Zoti Xhelle Xhelalu. Se nga shoku mund të kërkojsh 50 dinar, 50 euro, ama nuk mund të kërkojsh rrezik të t'jape. Allahu Teala dhe hadja kërkojsh. Shokut mund të kërkojsh, ja mund vetëm gjish një,
Ama sën të marton shoku, nëse s'ka caktu Zoti xhelle xhelal. Tamam. Ashtu është edhe me, a mund të më udhëzojsh, të më bëjsh musliman, apo 5 vakët namazli? Jo, ti lutesh Zotit, Allah ti qelto. Ha, neve na ban sebep, atër ne në botën e sebepeve, po mund të jemi dost, shok. Ama në kuptimin absolut, hakikat dost është vetëm Allahu dhul xhelal. Për çfarë duhet me pas shumë kujdes, këtë mitësi, këtë afërsi që është një dhuratë e Allahut, ta kish këtë ndjenja, po, ka do tipa, i themi, prototip nuk ka kur një shoq. Problem është kjo. Një musliman nuk mund të jetë ashtu. Një musliman nuk mund të jetë me një qosh e në si përzijet askujt. Njeri pa ndjenja, të duhet t'i sosish dhe kujt një punë. Njeri ka një zort, një hal. Pse mblidhemi neve këtu? Bile me qenë edhe ma shpesh të mblidhemi, apo? Kja qajmë halet një qetrit. E për ndryshe, moti dhe kishim përfundu. Pse dalish një qaj të apish me një shok? Pak, stresin të hekësh. Edhe ato janë shokë, ama koma më tepër janë ato dosta shokë që do të çojnë te dosti i vërtet Allahu xhelle xhelal. Prandaj ti zgjedhim mirë gjema, nuk jeni ju fëmijë, po helbete nesër kur do kemi fëmijë, apo 3, sidomos ato që sa kanë filluar të falin namaz. Leti vën në kantar shokët. Mund ta kije shok vetëm, sa për dal, sa për me boni muhabet. Ama dënjer shoku t'jep mendime, shoku t'jep sugjerime. Sa ke nes namaz, ti qel ato muhabetet, krize madhe, ka hip kafja, ka hip buka. Do me thanë, thot pejgamberi a.s. të kisha qenë që dë marrë një dost jashtë a Zotit tim, do me thanë në aspekt hakikatit, 100% dost që mund t'i nënshtrohesh dhe t'i dorzohesh, që është vetëm Allahu, do e kisha marrë Ebu Bekrin radiallahu anhu. Dhe thamë se, rrjedh nga rënja hulle, do me thanë me depërtu. Se mendimet e shokut tant depërtojnë. Pejgamberi a.s. ka thënë, keni kujdes me këshoshnojni se el mer'u ala dini sahibihi. Njeri është në dinin e shokut të tij. Për çat nëse jetë kthehemi në temë. Filestar në namaz. Filestar çka do thotë? Hoxha para 3 muaj najsa. Shumë filestari. Filestar ndoshta do thotë disa vite. Filestar, hala, edin duhet të çkelin kamët shumë saglam. Të lutem, jo fshija atë shoqni, po pak ndroja atë shoqni. Di hape ato temat, kriza, puna, send, sa u vendose me 5 vakët namaz, dhe të shojnë zvisër dhe kundin pun, a gjetë taj vetë, si dhe i falish namazet u lërshka. Këshu rrethi, këshu ambienti, së ndëgjesh. Për që atë ju sugjeroj Mahmud Efendia Hoxha jem, me këtë e shlynjat problem. Ka thonë, neve muslimanve nuk në ngjanë dhe bëjmë muhabete gjahilësh. Ka hip çmimi asaj, ka hip çmimi kësaj, kriza ajo, kriza kjo. Ne këto muhabete nuk i flasim. Se kjo mund të idhnojë Zotin xhelle xhelalu. Çka do që të bëhet, kriza më e madhe në dynja, rrezikun Allahu Teala ta jep, pse mërzitesh. Madje neve, cila krizë na prek, gjithse një kafe ishte 30 dinar, u bë 50 dinar, anë 2 miliard neve dë mbesim pa buk. Neve nëse do duhet të kursejmë në lukset e mdhaja, apo. Nga vetura 80.000 euro, bleni vetur 8.000 euro, vallaj e 8.000 shatë qonë. Ajo 80.000, një zero ka dalimin, ama ndikon shumë jetët tona, apo. Se di mo ku ndikon nefs dhe kun, për qalam duket. Ne kemi ku mund të kursejmë. Ta sende, sitnica të vogla, kafe të mjeli, o buk dhe boje gruja, ma të te kursish. Gjali e kërkon këtë sokin, ajo 90 dinar, shkosh jam marrish 30 dinar, ajo gjyo 30 dinar, nuk o lang, nuk o sok, boj është ajo. Neve në kanë ngatru pa këto hesape, ki dinjale, kjo nefs. Hiq, nuk ka hije një musliman të shqetësohet me këto tema. Hiq. Për qatë edhe në kafe, kur hapen këto muhabete, i njëti hoqë jem ka thanë, nuk i ngjanë muslimanit edhe të rjene për kafe. Se në kafe dominojnë këto muhabete. Në mezhlis këtu dënjere hapim atë, ka hip nafta, po. Ka hip nafta, prap 1.000 dinar e mbushish. Kur gjo? Prap 1.000 dinar. Hajde, o që më bujru. Merë një qatë e hoqëm gatë. Bujru në që, bujru. Gjellëm bujru. Hoş geldin nasıl? Kusura bakma. Ben bilmiyordum bugün sohbet olduğunu. Sıkıntı yok. Buyurun.
Zamanınız yoksa siz istediğiniz zaman Tamam. şey yapmayın hiç. Ama yine görüşeceğiz. Tamam. Kaç gün buradasınız? Pazar döneceğiz pazar. Tamam. Yarın ya da bu akşam. Mirë. Isko javën. Do me thënë, dost është ai që mund të depërtojë në mendime, në zemër, për çfarë duhet mirë me i zgjedhë. Hadithi tjetër, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Wa inna sahibakum khalilullah." E ne ki dosti juj, ky shok juj është khalil i Allahut, dosti i Allahut. Në do rivajet e tjera ka kalu se Allahu Teala, thot pejgamberi islam, si e mori Ibrahimin, edhe mua më zgjodhi si khalil, pra si dost. Edhe këtë ders dhe ndajmë në dy tema. Me kon dost e në me kon habib i dashur. Tamam. Tash Qadi Jadi na flet për me kon khalil, dost, çka do të thotë. Dhe bie tash një hadith tjetër nga Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma. Një pamje si sot. Njëjtë, vetëm aktorët e ndryshëm, njerëzit e ndryshëm dhe dallimit e njerëzit është shumë i madh. Gjelese nasun min ashabi nebi sallallahu alaihi wasallam yantazirune. U ulën një grup njerëzish, pra sahabët, dhe priçin pejgamberin alayhi salatu wassalam. Që kjo s'ken? Ama shef, ato e pritën pejgamberin. Nuk pejgamberi ato. Për çat çdo herë që të ndodhë ajo ta dini se bëjmë gjyna o gjema. Nuk du të bëjmë i mërzitshëm se shpesh e në më qortojnë pak, pse bëhesh qaq agresiv, qaq i keq në ders, e din se njetën e përditshme nuk jom ashtu, po vetë për seriozitetin e islamit e kom. Një sahabi, një herë nuk e ka qu pejgamberin të presin. Pik. Pik. Ato kanë prit, me orë të tëra. Mirë po, edhe këtu mos keq kuptohet, s'ka qendëni e zatekme, apo janë marrë vesh në këtë orë edhe pejgamberi është vonu. Edhe atë nuk e ka bo pejgamberi alislam. Po kanë ardhur në xhamit pejgamberit, vetëm për me përfitu nur edhe bereqet. Fejs i thunë kësaj. Helbete, me dal, kështu spontanisht, ani se mi marrë vesh, ani se nuk është datë orar i dersit, dale aty, na bëjë dhe një muhabet, ti mbushim bateriat, të bëjmë iman, si kanë thënë sahabët, e janë të bëjmë iman, të flasim për dinin e Allahut. Helbet po del pejgamberi alayhi salatu wassalam, e ne të asosim detyrën për sonte, e ne të shkojmë në shtëpia. Dhe tu e prit pejgamberin kanë nesë të bisedojnë. Pejgamberi e në gjonë se tash para me ndoni këshu, me njerë jashtë kësaj dere, tjetë dhoma e pejgamberit, dëgjojnë do zëra, apo se pëshpëritën dëkush, apo flet dëkush, ne burat e kemi zanin e trash, dhe afrohet pejgamberi a.s. kur e dëgjon se këto bëjnë jetë dhakerun. Jetë dhakerun i vejnë me bom mydhakere. Ta i thush diçka, a i thot diçka. Ama si insan, jo këshu me përlame, jo me fesat. E dëgjon pejgamberi a.s. se këto bëjnë mudhakere, bisedojnë. Njoni flet, pastaj e qetri flet. Ama pse kanë qenë dost në suaza të logjikës dhe dashnis kanë folë. Te neve, 3 sekonda, 4 sekundë dritë fillojnë të shajtmet, pisklemat, ofendimet, fyerjet. Pse? Pse nuk u lezu Qadi Jadi o lëshk, nuk u lezu Shifai Sherifi. Tash juve nuk ju shef kamera, prap unë e mund të ha, me kë mundeni, ma shumë se 2-3 minuta, ama mendimet ndryshme, shumë mendimi i njëtë shumë kollaj, deri në sabah bësh muhabet. Qoftë në familje, qoftë shoqni, qoftë kolegë pune, me kë mund mudhakere, bashk bised, ama me mendimet të ndryshme, me bo ma shumë se 2 minuta. Me njerë del mapa në fesat edhe në grindje. E sahabët që kështu kanë bë mudhakere. Pejgamberi a.s. Tamam. I dëgjon bisedat e atyne, e dëgjon se njëni pi atyne thot kështu. Çudi, do thënë pejgamberi hala s'ka dalë në xhami. Pejgamberi hala nuk ka dalë në xhami. Pejgamberi ende nuk ka dalë në xhami. Po pe jashtë kështu pak tu afru i ngjon se këto bëjnë muhabet. Në kjo nuk o, fela la tejessesu, si ishte ajeti. La yaqtabadukum ba'dan, wala tajassasu. Thanë mos bëjni shpionime, mos i përgjojni njerëzit. Nuk hynë këtu kjo, tamam. Po, një njeri që është në deregje manalt dhe që është përgjegjës për ato qërë, ka të drejt t'i boje këto. Një babë, gjallin e vetë, mund pak
tajnës ta kontrolloj se çka ato vota. E në ta dini, e din se çka jeni tu vota. Derisa edhe ato kanë kaluar moshat tona, derisa ne kemi dal nga brendia atyne, 95% e din se çka jemi tu bo. Ama do njerë mirë është edhe me i habit. Ti çuditësh. E një surprizë të bësh. E mshelish derën adoleshente, din. Hysh në ato filmat e Evropës, mbyllish derën e dhomës tënde me çels. Ku ka pas më para dhombe të veçantë, shqyr na kanë bërë kanë i dhomë. E mbylla me çels. One. Ama kisha bën jetë namaz dhe fali, elhamdulillah. To namazet e para, e di kur të vjen bare më të çofet dikush. Se di se na vajten bare, ama amon më shofet dikush. Trak derën me çels. Vesh kur e ngjova kareqati i dytë, bram të dera njëse, besim për brenda, për jashtë, bërtet njani, ma pas si e fësosa atë namaz, nuk e di, ama, kur e pësim shelish derën, a ka drejtë të ndërhyje, sigurisht plotësisht 100% ka të drejtë, po shqyqyra Allah të në u gëzu se e pa gjallin, tu fal namaz, ja Rabbi, na bëj nasib fëmijët tonë të shojmë tu fal namaz, vetëm për namaz të mshelin dyert me çels, amin, ja Rabbi. E shoj se nuk ta qelën gjatë drejt internetin hiqe pistruje. T'lutem hiqe pistruje internet. T'lutem hiqe pistruje internet. Leja të ndhonë, një sabar e gjali. Jep janë 5 libra, merja telefonin mos ja merë se mund të t'i dhnohet, internetin hiqe, thuj, se kom pagujt këtë muaj. E qashtu edhe pejgamberi, dëgjoj, këto bisedojnë, dhe tash më i kupton të edhe fjalët. Disa thushin ajeben, çudi, Allahu Teala nga robët e vet Ibrahimin e ka zgjedhur si dost, Khalil. Ai qetëri thot, kjo nuk është më e çuditshme se Hazreti Musën që e ka zgjedhur për me i fol, kellemehu teklima, halis direkt me një bisedë pa ndërmjetësues. Një qetër tha, ndërsa Hazreti Isa akoma më çudi se është kelimeja dhe ruhi i Allahut, pra është krijuar pa babë, vetëm që ka thënë Allahu Teala kun me fjalën e tij, me qelimin e tij, dhe Hazreti Isa u kriju në bark të nanës. Ndërsa një tjetër tha, akoma më çudi është Hazreti Ademi, e ka zgjedhur si njeri i parë, pejgamberi i parë, as nan e as bab. Dhe doli pejgamberi alayhis salam. Tash vjen nuri. Kur të bësh muhabetet mira, Allahu Teala ta shton akoma më tepër. Pejgamberi ashtu ka thënë, kur vepron robi i Allahut me atë sa din, çat që din, çato muhabete nëse i bën, çato tema nëse i diskuton, ama çat sa dish, neve dim veç për farzet, namazin e dim sa është, e shartet e imanit. Çështje thella mos hyni në për kafe. Se atëherë Allahu nuk do të ndihmoje. A kështu do të ndihmoje, pse fole me gjëra që i dish. Warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Allahu Teala ja bën nasib ta mësoje në atë që se ka ditë. Erdhi tash burimi i dijes. Thot va dëgjova këtë bisedën. Ani u gëzova që flitni për tema të mira. Qad sami'tu kalamekum, e dëgjova bisedën tuaj. Wa ajabakum, dhe këto habit që u çuditet, kjo më e çuditshme, ajo më e çuditshme. Allahu Teala e ka marrë Hazreti Ibrahimin si dost dhe ashtu është. Musa alayhis salam e ka zgjedh Nexhi. Nexhi i vjen kur e zgjedhish dikë për me fol dhe një sekret. Nexhi. Tamam. Do shpërshpëritje. E sigurisht që Allahu Teala nuk ka zë apo nuk ka shkronja që ka fol, po Hazreti Musës pse i ka fol pa ndërmjetësimin e melaqeve, sikur në sekret ka fol vetëm me atë. Dhe ashtu është, Hazreti Isa është ruhi i Allahut, ashtu është Ademi është i zgjedhur si njeri i parë, ashtu është alayhimus salam. Ela keni kujdes, unë jam Habibullah, i dashur i Allahut. Këtë kanë i lagap të bukur, pejgamberi alayhis salam me dashni, Habibullah, dhe ummeti jonë dhe hece në përmjet dashnizje. Ju e dojni këtë vend, e dojni këtë veprim pa vini. Ndoshta e pak mu, si një ho, si një vlla, pa vini. Me zort nuk shkon këtu met kur gjë. Veç me dashni. Wala fakhr, dhe këtë e thon pa krenari, pastaj vazhdon e hadithi javës së kaluar. Unë dëjem që dhe e mbaj flamurin e hamdit botën tjetër, wala fakhr, pa krenari. Unë dëjem i pari që të ndërmjetësoj dhe të pranohet ndërmjetësimi, wala fakhr, dhe këtë nuk e thon për krenari. Unë dëjem i pari që dhe lëviz unazën e derës së xhennetit, dhe Allahu do të më hap mua atë dhe do të më shti në xhennet i pari mua, bashkë me fukarat e besimtarve, këtë e sqaruam javën e kaluar, wala fakhr, dhe unë jam i pari, më i ndershme i të parve dhe të mramve, dhe këtë e thon pa
krenari. Dërsa në një hadith tjetër, pejgamberi a.s. thot, se Allahu më ka thënë, u bo hadith kutsi, inni të hadhtuke khalila, unë e ty të kam zgjedh si dost. Allahu i ka fol pejgamberit a.s. kështu. Dhe i ka thënë, kjo shkruan edhe në Teurat, kështu kalon edhe te Teurati, ente Habibur Rahman, tije Habib i Zotit i Rahmanit. Tash e merr fjalën Qadi Iyadi, Ebul Fadl radiallahu ta'ala anhu. Thot, ulemat kanë bë ikhtilaf, do me thënë, kanë disa mendime, lidhje me fjalën khulle, khalil, dost. Çka do të thot dhe prej ku buron? Kanë thënë se buron nga fjala khalil. Khalil, çka do të thot? El munqati ila Allah, që ka ndërprer gjitha lidhjet tjera dhe është mbështet vetëm Allahut. Tamam. Dhe gjitha dashnia tjera i ka ndërprer, dashninja ka fal vetëm Allahut. Do me thënë, ki kuptim shkon sikur paralel. Khalil e ne Habib. Paralel shkon këto. Khalil e ne Habib. Tamam. Kush është Khalil, ai është në Habibi, kush është Habibi, ai është në Khalili, tamam. Për me pas dost duhet ta dush, thot. Dhe ajo dashni nuk ka asnjë ihtilal, asnjë ndërprerje, asnjë prishje, asnjë depërtim. Do me thënë, vetëm Allahu Teala e sundon atë zemër me dashuri. Për çatë zemra është shumë interesant gjëra. Ortak nuk pranon dashnia. Ose do e duam Allahin, ose nuk e duam Allahin. Thjesht është kjo. Derisa kemi iman, besim, elhamdulillah e duam. Pastaj shkallët aty na mashtrojnë, jo se gjëja tjera i duam më shumë se Allahi. Vallahi billahi nuk ashtu. Ani se na mashtron. Dënjerë gjumi, dënjerë luksi, dënjerë shëtitmja, dënjerë aj haram, dënjerë ki gjinaf. Prap në zemër e duam Allahin më shumë. Ajo niveli minimumi imanit o gjema. Ma poshtë se ajo shkum. Ma poshtë se ajo shkum. Për qatë nuk është mirë me ndejt në atë nivel. Prap e dush zotin, apo, dënjerë bëjsh dë një gabim, ama prap e dush pim brenda. Nuk pusto apo atë, themi dëkushi që e pinë rakin. Nuk e dun më shumë se Allahi, ama që ja bo ves. Allahi e shpëtoft. Vete për neve. Wallahi, në unë s'dua s'kujt ja thej zemrën. Ama dënjerë, këcen filmi, apo. Nuk e du. Tash, ato shprejet ashpra di du ma shumë, a fmin tem dhe du ma shumë. Ama që shejtani në mashtron? As njëherë gjema, as njëherë ama as njëherë, mos në arsuetoj e shejtani. E meritoj, vallaj as një krije se Allahut, ato shprejet ranta nuk i meritoj. Mos i arsuetojmë gjunafet tona. Nëse di arsuetojmë, 95 vjetë di bëjsh, hala dë shprejesh me ato fjalë. E në stërnepin bile dhe e shajsh, o majmun di thush, ka dalve 95 vjetë i ke bo. Nëse pitash e pranem po gaboj, Allah im shpëtoft, një dit, inshallah, dhe i ndërpresim. Kur dhe i ndërpresim, a e dini gjemat, unë flasë si pas nivelit tim. Kur dhe shkojmë, Allah i naruj dhe njerë në doktor, e ndë thosë se doktori nuk i kje punët majrë. Duket vetëm atër. Ja, rabin, na jep mendje, para se me në ndodhë kësi një sprove madhe, ti lam këto fjalë të këqia, këto grindje, këto mos marveshje me njerës, si do mos të afer. Do me thanë që ajo, hulle vjen nga halil, ti esh i shkëputur nga këtë raporte qera, vetëm me Zotin Gjelle Gjelaluhu. Dërsa do tjerë kanë thënë, hulle e ka rënje nga istisfa, me qeni pastër, me u pastru. Dhe Hazreti Ibrahimi u qujtë Khalil i Zotit, sepse ishte shumë i pastër dhe shumë i qartë. Shumë interesant. Për Allahun bëheshte shok, për Allahun bëheshte dyshman. Muslimani kështu duhet jetë. Shumë pastër duhet jemi. Temi hoxha besim së në miret vesh me filanin. Allahi në malkoft nëse hyndë një dynjalek. Allahi më malkoft nëse me njanin dhe kjem problem për çështje dynjaleki. Amin, këtë e thash me gjithë zemër. Për qatë binduni, te besimi me lejnë e Allahit nuk hin inatet për dynjalek. Të kishin hi, deri tash, më burku dhe shtë përfundim. Ama elhamdulillah, njetë e kemi vetëm dinin e Allahit. E në ju që ashtu ta keni, që besoj, inshallah ashtu e keni, e në ashtu duhet ta keni, se borë që kemi ashtu ta kemi. Dhe bëheshte armik vetëm për Allah. Armik vetëm për Allah. Më ka shajt mu, abe ty të ka shajt, atë duhet ta përtypish. Ama ma shajt i mjekrën, opa, hyni aty, haki pejgamberit a.s. Mo be oqo se babe kom. E në Hazreti Ibrahimi babe kishte. Ama me fjalë bote i tha, o bab, pse be kështu? Atër, haj për të mirë,
Unë e shkova. Duhet shkush në ti. A një qime, a një babë. Nëse e sojsh si qime, normalisht e baba. Se ka qime në vende qera. A këtë duhet të ashosh si pejgamberi a.s. Deri sa, e di se nuk e din, ai nuk e din gjio. Nuk e din, deri sa të kundërshton për këtë, nuk e din, duhet të të vaj gjyna. Që, Hazreti Ibrahimi, shembull. Do me thanë, jes provu tash, njeri numër 1 jetës tande, nuk e don pejgamberin a.s. shpinë tande, ti s'ke punë në shpi. Hoxhë gjithu shtu, shabe. Qatë. Nëse nuk e ngjojsh këtu hoxhën, dhe përfundojsh ma keq. E ne këtë nuk dhe kiesh, e ne për ditë gjyna dhe hysh, se s'jemi në sabër për me i thanë, ja e beti, o babi i dashur. Hazreti Ibrahimi kështu i thoshte, e pas e dhe detyrohet një ditë të prishe gjuhën, shkoj, ti nuk e ki atë sabër. Te debatin e dytë dhja shajsh nënën babit tëndë, gjyshen tënde e shajte, o ti. Gjyshen e shajte. E shajte një njeri që Allah ta ka bo haram uf me i thanë. Për qatë, njojni hoxhën, hoxha së në thot hiqe mjekrën. Mate ti imanin se e kije. Ama për një mjekër, ma pa nuk dale të diqani, të fusha, të ajo, të kjo. Atër, rrujo Allahu se e ke keq përdor një sunnet pejgamberit a.s. E qka do thot me kanë dosti Allahut, gjdo erë Allah dhe indihmoj ati, dhe Allahu Teala atë e bani imam prijes për qerët që dhe vinë mas ati, pra Hazreti Ibrahim. Do qerë kanë thanë se vjen nga rënja me kanë fukara, ihtijaqli, thënë Khalil ije, ki ihtijaq vetëm për Zotin, që thot pejgamberi a.s. Ta kisha zgjedh dikë, për me misos punët, dhe kisha zgjedh Ebu Bekrin, se gjdo e rësh i gatshëm për mu, e flioj jetën për mua. Me gjithat e kam vlla, Khalil dost e kam Allahun dhul gjelal. Mirë. Sepse, i erdhi Gjibrili a.s. Hazreti Ibrahimit, që Khalil, nevojën jam bështet vetëm Allahut, nuk kërkon nevoj për dëkuj tjetër, nuk i lipet dëkuj tjetër. Kur dhe ishin në prak të hedhjes në zjarë, Hazreti Ibrahimin. Erdhi Gjibrili a.s. dhe i tha, eleke haqe, a kje dëni nevoj, emma i lejk fela, sa i përket për ty e jo, thënë dost e kam Allahun, e në ty të du, jem me lajqe e madhe, po ama dost, nevoj di lipi vetëm Allahun gjellë. Qfar dosti, qfar shkëputjeje të raporteve qera, dhe të mbajsh atë lidhjet zemrës vetëm me Allahun gjellë. Këto me fjalë nuk bohen, o gjemë. 100 milion derse nëse i mbaj kot, po që një tipar i jem mirë se ditëva të regoje në ilacet, që kalun në për libra. Dhe gjesh një hoxhe efendi, një evlia, e në din djekish sugjerimet e ati. Ama ketat, a i me të thanë këshu, diskleka, jo 3 ti bësh. Tama. A i me të thanë një dhe bësh, jo, as një. Tamamin e ti nështrojsh një hoxhës. E naj kur dhe thos e taj, mos e puno këtë punë, se nuk është për ty, nuk dhe punësh. Ti, që këtë mosh, mos u marto se ala nuk je gati, nuk di shes i shment. Ama i hoxha nuk jam unë, qatë sëm dhe e gjini. Ishte një në Stambol, një luan, qka do që thoshte në dilte khajr, po u bo për rahmet para disa viteve, Mahmud Efendia im. Ashtu është edhe Qemal Efendia im, po tash është në moshtë shtyër. Dhe bota tash dëshkoj me një kahje ku, gjem të rri, musliman nuk dhe kjen një evlijat va kontrollojë nefsin. E në taj dëngjësh hoxalar TikToku, që vetëm do ta përgdhele nefsin. A e pajtë edhe një hoqëte? A e pajtë edhe një hoqë? Po në TikTok e gjeta atë hoxën, po në TikTok si ta gjish, po. Ama këshun 4 syja e bone atë muhabet. Nëse du ma të mbështetje ta bëjmë, atër halis dhe gjish një dost hoqë. Ebu Bekër ibn Furek, rahimahullahu, ka thënë el hulle, kjo Khalil, dost me kanë, qka do të thotë? Safa ul me wedde, atë dashni që e ki në zemër të ki është pastër. Elleti tujibul ikhtisasa, bita khallulil esrar. Një dashni e pastër që të detyron të zgjedhis një person të depërtoj ai në sekretet e tua. Do me thënë ti hapis ti sekretet me atë. Këtu mund t'i kemi ketë që këto imi shok, apo? Dost, elhamdulillah, duhet njëse a mund të masosish këtë punë, ama çdo herë njënin duhet të zgjedhë njëri. Ai zakonisht duhet jetë një hoç, takva, evlia, po sot mungojnë ato. Unë kisha, elhamdulillah,
Hala sot e kësaj dite, heci me këshillat e ati, me kumtesat e ati. Ja kom pa hajrin. Ama do këshilla që s'mund t'i ndaj me as njanin, as me vitin tim së një ndaj. Do vezvese, do cytje, do trema, do sen. Hoxha Efendi, 10 sekonda. Ashtu të prek në do këshilla, halis të depërton në zemër. Dost, sa i të kupton nga halli. Nëse ju kujtohet me një ders kur folshim për Mulla Mahmudin ton, rahmeti pa shpirti Allahi e gradoft me xhennetin Firdaus. E ne përmenda që këtë shprehje, dost, si i bëhoxho dost, moshën e nejpit të ati, ne imi callë për ato, dost, olër, din të depërtoje në sekretet e zemrës, din të depërtoje, e kupton atë, më them mal po atë nevoj që e ki, atë iftijash që e ki. E nuk më tha asë njëherë, a e pagu i strujën në shpej. Këtë e pytë një njeri thjesht, si bëjsh idare. Si të bëj idare, Allah i mbon idare. Ama nuk si bëjsh idare, e dini këtë mesele. Ka pat një evlijash më shel me një xhami. Për ditë imami i xhami se shef, a bë kia, s'ka punë, gjithë ditë në xhama i rejnë. Ama unë edhe ti mos rrim në xhami gjithë ditë. Ne duhet punim, të fitojmë me halal, ta nxjerrim një risk. Nëse je evlija, qëtër punë, Allah i dërgon pika se presish, si pejgamberet. Imami i xhamis, e shef këtë, a bë ki s'punon. A punojsh? Jo. E si bëjsh idare? Allahu. Kësë di se ti imami i shkon. Nesër mit prap, si bëjsh idare? Allahu. E në ditën e tretë i hinë nerva këti evlijas. Evlijaja i thot, për balë xhamis që aty ka një jahudi, ama është pak merhametlik, shau i mëshirshëm, a i më tha, si tresh tanë ditën xhami, unë e dhe të paguaj. A, fol be gjallë, tash e kupton? E ne evlijaja thot, o, xhemat, deri sot që i keni falë namazet këtë xhami, falni edhe një herë, se imamin nuk e pas kemi musliman. Beson se rejsk mund t'jape një jahudi që e kemi përbal, s'beson se Allah i mund t'jape rejsk. Asi, jo besimtar, kemi edhe në mesin ton. Kemi edhe në mesin ton. A, kishte i gjibon këta, me gjlis, dersen ba, paguet ki. Barem shqyqyr nuk thujnë pite një jahudis. Mendojnë se pinë Turki paguan. A, elhamdulillah, ne mendojnë sa dun, shqyqyr Allahut, barem që ato gjynafe që i bëjmë, edhe pse e du mas te për mi se kitë Allahut, pra bëjmë gjynafe, elhamdulillah, dorën do vica që të në marin, shqyqyr Allahut, nimeti Allahut është kjo. Nimeti Allahut është kjo që bëjnë këtë muabete. Elhamdulillah, ja rabi, më thëmë shtoj ma tepër, se do hinë gjynaf, ama, elhamdulillah, ma jom i gatshëm ti për typjat. U knaqa, vesh frikem shejtani mos ma ape derën, bon ma sham gjunafe se si e kësi ka kushti merë gjunafet, jo edhe ashtu, zbonë na jo. Do me thanë esrar që kje një dost që dishti ndajsh me atë sekretet. Ndërsa disa qerë kanë thanë, rënja e Khalilit vejnë pram nga mehabetin, nga dashnia, se kur e kje dost një njeri, e du shumë, për erë dush të ashojsh në mirësi, në lumëturi, deregje matë nalta, apo hoxha xhamatin e ka dost, e në tash kur thom ty, e mo shkon gurbet tash, tamam, jetove 30 vjet këtu, nuk vdiqe për buk, mos shko se prap nuk dhe vdesish, tamam, mos shko, unë e këtë si dost pa qëtër të ta thom, se kur dhe japish logari për ato gjynafe që i bësh vet atje, nuk je dost. Hajde kallëzomi sekret, nuk dhe kallëzoj. Vesh në YouTube, në ders mund të kallëzoj, të më hike pi gjoja, apo. Vet, ku nisesh në gurbet? Vet, ku nisesh në gurbet? Po që dhe marë familjen, halama gjynaf, ja asimilojsh fmit atje. Po që ato gurbeqarët që janë, ato gurbeqarë, generata e parë, qka kajnë hek ato, po për të varujt dinin edhe imanin fmive të tyre që elhamdulillah i rujtën. Ne a jemi në gjendje, ta bëjmë atë luft edhe atë gjihad me nefsin edhe me familjen për t'i rujt musliman. Një njeri që ka këtu 800 euro rok, shkon në gurbet për 1800, a i vallaj fëmijën e vet nuk e rrit për islam. Heq, këshau. Me gjithat, ata që janë gurbet, heq as njëni më midhnohet, Allahu i shpërbleft edhe ato i ka qu zorti. Ama pajtja shpajrtin atyne, kemi këtu një 2 ose 3, na kallëzojnë gjihekën për me i rujt fëmijët e tyre. Na kallëzojnë ma pa neve ato. Unë si dos këtë duhet vëthem. Unë du t'i shoh njerëzit në deregje më nalt në aspekt fetar. Ekonomikisht, Allah i e ka përsi për atë rejskëm. Unë aty sën përzihem. Me gjithat mund të edhe a gjetë jetojt islami, mos më ofendohet askushi.
E kom fjalën mo pik këtu, ke bo një rreth këtu, një jetë këtu e ke bo, e në shkysh. Mos e reziko. Mos e reziko. Mirë. Allahu Teala në Kur'an thot: "Wa qalet al-yahudu wan-nasara nahnu abna'ullahi wa yuhibba'u." Jahudit dhe krishterët kanë thënë kështu: "Ne jemi fëmijët e Zotit, estakfirullah, dhe të dashurit e Tij." Allahu Teala i thot pejgamberit: "Thuaj ju kështu: Felime yu'adhibukum bi dhunubikum." Atëre pse t'ju ndëshkoje shkaku i gjunafeve? Çfarë do gabimi të bëje i dashuri jot, dosti jot, son i dhnohesh apo dost e kije. Vërtet ashtu është, kur e kije dost. Sa më i ngushtë ti jesh, fjalorin qash më të lirë e kije. E personi tret me të thirr ashtu, me atë llagap që thirr shoku më i ngushtë, ja shajsh nënën ja shajsh apo. Përlahesh, hysh në burg ndoshta. Çe estakfir, dit jum tek. Pa lexhi i thot shoqit vet. Së ne imagjinoj një njerë tjetër të më thire me atë lagap. Ajtë na kujtojt pak shkolla e mesme. Kitë shokve të klasës e stakfirullah ja di emnat e nënave. Pse? Pse ja di emnat e nënave? Pse? Që shtu thireshim në një viti, Allah i na falë, qëfar gjahilleki, qëfar gafleti. Tamam. Ama, për generate, jo, a i s'ka dritë, veç shoqi klasës. A i qetëri, jo. Këtë e kom dost. E tash Allahu Teala si me u thënë kështu, me që une ju pas kam juve dosta, pse t'ju ndëshkoj atëherë? A për juve e kom premtu se, do ndëshkojnë në zjarë xhenemit, se keni vra pejgamberi, i prishet dinin, i prishet librat para prak. Belentum besharum mimmen halaq, edhe ju jeni njerëz të thjesht që i ka kriju Zoti. Yaghfiru limen yasha wa yu'adhibu men yasha. Allahu e fal atë që do nga besimtarët dhe ndëshkon atë që do nga jo besimtarët. Walillahi mulku samawati wal ardh wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir. Gjitha prona i takon qoftë në qiell, qoftë në tokë dhe mes atyre i takon Allahut dhe te Allahu do të kthehemi. Pse e solli këtë ajet Qadi Iyadi? Pse Allahu Teala parashuhet ju një pyetje. Atëherë pse t'ju ndëshkoje? Do të thot lil mahbubi ewjaba an la yu'akhadha bi dhunubihi. Allahu Teala na garanton se e ne me bo gjunaf i dashurit i tij nuk do ndëshkoje. Me që jeni të dashurit e mi, pse t'ju ndëshkoj? Do me thënë, do t'ju ndëshkoj, pra nuk jeni të dashurit e mi. Ktheja anasjeltas, nëse jeni të dashurit e mi, edhe me gabu, nuk ju ndëshkoj. Ne besojmë se vetëm pejgamberët janë pa gabime, apo? Evliatas janë të dashurit e Allahut, janë, e mund bëjnë një gabim evliaja, ama nuk dhe ndëshkoj. Pse është Habib, tamam. Prap, ama garancë nuk japim, se nuk e di ma dëvdese si musliman në botën në frymën e fundit. Ama po dolim botën qetër si një evlia. O gjema, pejgamberi alayhis salam thotë 5 vakët namazet i fshin gjunafet. Evliaja zina nuk ka bërë i rat. Ka bërë një gjunaf minimal të vogël që për një ditë 5 vakët namaz e kush i fal zaten ato gjunafet e vogla nuk jesin në ato defter, në ato fletore. Rejni rahat. Kështu rejni rahat kur u thom se tha pejgamberi rejni rahat. Nuk u fajtan xhennet. Kush fal 5 vakët namaz së më thëmë garant hynë gjennet. Se bëhet qufër. Po që, unë se dia dhe shpëtojsh imanin, falish 5 vakët namaz, e ne shpëtojsh imanin, vdesish me akide ehli sunne, me gjasat mdhaja shpresojmë se e gjennet li. Kështu garancë të prerë, nuk ka. Ndërsa disa qerë kanë thanë, el hulle, dashnia, me dashnia thom, dostleki, miqësia është më e fortë se birësia. Që thanë nemi ebnaullah, fëmijët e Zotit, estakfirullah, çfarë akide e kanë apo. E thot Qadi Iyadi, Allahu Teala thot se dostin, mikun e don më shumë, thojza edhe me i pranun. Thojza s'mund të ketë, po hajtë themi se është ashtu. Nuk u ka thanë, dost ju kam. Dostin e don më shumë edhe se fëmia, ashtu është. Dostin e dush më shumë edhe se fëmia jot. Allah ja rabi fëmijët tonë na bëj dosta. Amin. Dosta. Bashti shqyrtojmë çështjet e ehli sunnetit. Bashti shqyrtojmë çështjet si me Mulla Mahmudin kur fliqim. Mbet gjysa jo. Dost, pse i thash dost? Kur shkova njëherë nga shumë vizita qera, njëherë shkova në ziaret, ishin me mua edhe 2 odbora të xhamisë tonë. Dhe kur i prezentova, mashallah, me odborat e xhamajës, ama i ri pas ke punët.
Gjithë thot kjo, dost të kupton se pas ke arrit një sukses të madh, të kalush mirë me otbora. Do me thonë e ke bo mirë vazifen. Se dhe ato ishin otbora që e meritojnë të kaluhet mirë, të kupton. E di naj, kush e di, aj qka ka hek me qato tipa, apo? Me lloj njerëz që marrin për përgjegjësinë për shtëpiat e Allahut. Si di japin hesap Allahit. Si di japin hesap Allahit. Haj besimit, haj, po Mulla Mahmudit begjem. E në ati kanë bo, gjimendojni ta se u boj i famshëm me gjenazen që erdhen gjajti miliona njerës, ta së në ngucish, se Allahu na e shpalli sa i dashur qenë ka edhe të Allahu gjelle gjelalu. Më kur s'ka qenë këshu, pajt një familjarët e veç ka hek. Veç pajt një. Këshu trejmë bas luftë është kolaj. Dost na duhet kur jemi në zort, kur s'kupton kërkushi, të i vesh me shall të vizitojsh, tash një zjarët qeter, shallin e kisha, që kur zateke me hoxalar më të mdhej se unë zakonisht e heksem vajnë bare. E mo dukem si kur shitem shumë hoq. E ne pse një hoq i dashur, kënde ka katundet tonë. Mulla Shaban Efendia, tja përmendjem, në Allah i dhash selamet. Më pa një dit me tërlek. Ku i kje shallin? Po hoxha Efendi jeni ju këto matë në mosh, ju me shall, unë bashkë me ju me shall, s'm ka je. No? Ne taj dum se ki e shall. Që dos kush është o loq. Ai nuk qëllan, cëllisht janë ba shall. Ne taj dum se mbaj shall. Kur i e dost, ma aty s'ka mosh. Dost. Allah i nabort edhe neve ashtu kur në plakemi. Jo të shojmë si konkurencë, këtë, ka e në të tilë. Allahu gjithve u dhash bereqet në jetë, kejti dum për hirë të Allahu gjelle gjelaluhu. Thot sepse, dost leki vlen më shumë edhe se birësia, sepse ndo njerë Allahu Teala si na ka thënë në Kur'an, ndo njerë edhe raportet babe birë mund të hyjet dyshman leki. A nuk është fakt kjo gjema? Fakt është. Sidomos shekullin 21, prindët që kanë jetun shekullin 20, hynë Zotin arrujt. Hynë se kanë hydo mariman nga në kokën e së një pastrojsh ato, së një pastrojsh. Elhamdulillah, unë jom në atë aspekt, rahata Allah, i juve ju ndihmoft. Pse është shumë amin, më kje edhe një problem. E di se te s'kje, te pse. Këto gjithë duhet thujnë me të pisklau me amin, ka që atë një di kushjon që në di pari, hajde. Se i kom dost, e kanë dajtë dhe një sekret me mu, aty në pimbrenda, e farë pisklau me u bo një zemra amin. I shalla e kanë gju baba i vetë, e ne mo nuk e ngucën. Të tilë ka shumë, mo jep njohë shumë vëte. Mo gabojni ti shif një prindët si dyshman, Allah i na falë. Në me thanë, mund të hyje dyshman leki. Pse? Si thot hoxha e mi dashur Mahmud Efendia. Mësoni mirë fenë se për ndryshe fëmijët do t'ju bëjnë dyshman, armiq. Ose do bësh fetar pa e mësu fenë mirë, e ne, kur d'ja shojsh shapkën se e ka vesh, d'ja grisish, dyshman e kije. Shkoj, u hup mua i gjallë, dinin imanin e ka hup. Ti nëse ki emin Abdullah, Abdulmejid, si prind, ai gjallit vet, as emën shqiptari nuk do t'i vene. Fisnik, shkëlqim, besim, kështu. Jo, dritë dëshkoje Aleksandro, Cristiano, Lionel, këto jem në divene. Garant, me përvoj gjema, i dim do. Stër gjyshi Hoxha Efendi, gjyshi së në bo hoq, mendon se është i ditëshëm, mendon se është fetar, e në kure shev nipin e vetë 12 vjetë, që ka fajbe 12 vjeqari, gjithë do se be në vene në kraje, kësullën e kënë marë, grëp ja kanë shkep. Tja unë dale pak si dost tja sqarush do gjëra ati. Unë e shap kam unë mbaj, as njerë. Dhe kushi pi juve, mund mbaj, unë nuk përzijena. Ama ri, një 2 javë me mu nuk mbajsh. Se buem dost, te ndajtë njëse me mu, unë ndajtë njëse me ty, hiq pa të thanë, e moj vinat shapkën se së njën, te mbajsh tërlek. E mirëve ti gjyshi dashur, a e bone te këtë gjest, hiq nuk e bone. Dritë e mora e shkepa, Allahi, muslimon. E shkatroj kitë një rini që ajo gjenerat. E në u bon dyshman me fmit e vetë. Ato fmi ma pa e gjetën knacin, jo në gjami, në për vende qera. Allahi në rujt. A në anën qeter kje njerës që
e kanë emnin qështu, Lionel ndoshta e ka emnin, a më është i kuptueshëm. Ka lexu libra, e din kush është Imam Gazali, e din kush është Imam Maturidi, din t'i bëjë dallimet, ama veshet me shorca, veshën një kësull, e në hoxha ju ka vesh kësull, sa u kena kanë, nuk e kemi ditë gjibëm, shife, hala nuk thom se bën gabim një gjaliri, vetë pi ndryshimi tem dhe e kuptojaj. Manchester United e kisha, original. E në shkojsh gjumon të falish, dresin Manchester, cali futbaler? Që është të festi? E në gjuma, drejt qatë tashan hoxha, këta Tracy Beckami, su nërda në mend zdista muj, se dijen a kom falë dhe një gjuma më në gjami. Hala kom fobi, kur kaloj, ma ka shajt. Ama nuk është mirë, beloq, këtia unë dale me mu si dost njerët, mi tregujsh bukurit. Pejgamberi sa i mirë ka qenë, sa i bukur ka qenë, duhet mbillet një dashni, e ma pa ta kuptoj se, sa ti njaj ati qetrit, pse më njaj pejgamberi tim, usos mua beti. Populatës tonë qa që duhet? Qa që duhet, bëgjema? Pa qatë edhe neve, mos bëhemi si ato. Dhe e qojmë me hikmet, bil me uidatil hasene, me këshillat të bukra, derisa të depërtojmë në zemër, po i hyjnë në zemër, ma pas kje nevojë dhe t'ja korrigjosh gabimet, fajet. Si thash, ky mund t'jetë me shoca, mund t'jetë me raki pin, ama din të ulet me ty të bisedoj ma shumë se gjys ore. S'ka shkel asnjëherë në xhami. E ku dhe e shohish bereqetin e këtij? Fëmijëve vetë do thosë se rejni me hoxhën besim. Do t'i bere taj në xhami si talepe. Qa jo mduesht e beleq. Qa jo mduesht e gjeneratave ma të reja. Do me thana i thot, e unë e vetë su një bëj këto, ama e pranoj se kjo është rruga e drejt, më të dashurin, e vlatin ta jep ty. Ky qetri, nëjp hoxhë, ama s'din kurant të lezoje, mendon se i din kejt, e ne flet keq për hoxhallarët, e ne i thot nëjp i të vetë, lej këta, besimi, gjidim besimi, cao. Po, ashtu. Ky është në xhami, ai qetri është jashtë xhamis. Ky të pengon ai qetri, ti bien ja dy myshteri qerë. Për çat mirë ti bëjmë këto hesape që mos të dëshpërohemi. Mirë, ta mësojmë mirë fen, mos kemi armiqsi në familje, Zoti na rujt. Si ka thënë Allahu Teala, inne min azwajikum, edhe nga gratë tuaja, wa auladikum, edhe nga fëmijët tuaj, ka aduwen lekum që mund të jenë dyshman, ja Rabbi mos na bëj këtë armiqsi. Amin, amin, amin. Fahdharuhum, atëherë keni kujdes për atyne. Keni kujdes, dhe njerë pa dashje bëjnë dyshman lek. Bash në te gjys di kujtohet të qojsh te nëne e vete. Dyshman. Pa dash të zbon dyshman lek. Dhe thuish në këtë premten, pin 8, derin 10, mu nuk dëm gucish. Qof grue, qof nan, qof bab, qof vlla, qof gjalmigje. Dostin e kemi këtu pejgamberin a.s. Tu e selam. Derse të ati i lezoj mo gjema. Deri sa nuk e bëjmë këtë, Turqi unë e njof njerës që kur hinë pun me shefin, muhabeti pare, unë e 5 vakët namaz fali dhe ma sigurush një vend, e në të ejten bas akshami unë e kom një hoqë, shkojnë gjoj ders. Ka një hoqë e fendit, të ejtet i mban derset mas namazit akshamit. Tamam? Këtë e fajtën kriter, të i nëse e dush, Allah i ta mundëso. E në aj ma pa shif nësi e tonë. Kasier ishte. Flas për person, halis njeri individ, nuk fluturoj, halis shembull të jap. Kasier ishte të këto marketet me 3 shkronja që janë Turqi. Bim, kam gjën që to. Që si këto tona? Kasier njeri, terlek, mjekër që kaq, pantule gjana, gruja me havale, vajza hafëzlek, gjalin me drese. Si arriti këtë? Se i tha shefit, teten, mu, nuk të më gocish. Se unë pi aty duhet të ushqem, fitoj fuqi, që në këto ti mbajnë kontrol fetar. Nëse, që të i vish një 5 vakët, shif, pa 5 vakët namaz nuk diskutojnë bile, muhabetin s'ja bëjmë. A me dha, jo, mo nuk duhet të të mjaftoje. Unë di fali vesh namazet, as ders, as qitap nuk dhe lezoj, as nuk dhe sheshnoj me një hoq, as kshila nuk dhe marr, as një sekret nuk dhe ndaj me atë, dhe ndajsh me një shokun tant, aj dhe të qoj edhe një udhë të keqe ma pa Zotin e rujt edhe që? Qa u bo? U shkatru jeta. Aj qetri, e në të vetën e shpëtoj, e në familjen e shpëtoj. Për atë miro t'i mendojmë këtë punë gjema. Këtë punën e dersit, 8 vjetë u bon. Premten, as akshamit beloqk.
Këtë rezervoje për dinin e Allahut. Atëherë dia shohish khairin e ti e në shtëpia jote. Fahdharuhum, ruajnë pi atyne. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ama prap falni ato, se babës i ngjan të jetë më i matur, më i udhëzuar dhe ti fale ato, ti toleroj ato dhe wa taghfiru, që prap me ja fal, mos ja zësh për të madhe, sepse Allahu Teala është falës dhe mëshirues. E thot Kadi Jadi, s'dia është gjata shumë gjema apo? Ani më vesh thoma kështu sekret, si dost. Mu më vjen mirë, unë dhe vazhdoj edhe pak. Derisa mu më vjen mirë, ta dini se është pe juve. Të shtunat kur kishim ders në medrese, kështu, jo derse kështu të përgjithshme, ders orar mësimi, domethënë, shkollë, e në shtunat kishim, vetëm diellën ditën e lirë, shtunat deri në gjys, domethënë deri në drekë. E tash kur vinte koha e drekës, ato që jetuishin në për shtëpia, nuk i zite vendi vend, a din, mo gjina ta një javën kanë det aty, në thojza haps, do njëni më i rinë mosh, do në shkojt luaj dhe një lojë në shtëpi, nuk e zite vendi vend. Në njerë hoxha, u prek se bepi për me hynë në xhennet, ke kujdes, shef kë e ke prek, o lëçk. Marë hoxha nuk bona gjunaf, unë e prap risha aty, e në zemrën kontrolloj, o lëçk. Këto e një metet mëdhaja, këtu mojnë e zemra, e në njetet, e në pëshpëritjet e vogla, vlerësohen. Kishim do 3, qëllo pak sahatin. Hoxhës e në ves njerë, në prek shumë e mbylli librin, tha, reflekton ajo edhe te une, mu mbyll zemra së në baj ders. Ja. Derisa mu më mbaj, qip një orë ubo, demek, as njoni për jush ndoshtë e në sahatin se e kini të maj. Dini sa o sahati? Bravo, u provova, maj. Ora është 9:56. A në sa ka jatësia, barëm si pas asaj tani. E ne? Pse e qëllove sahati? Nese, maj. Tamam. E në 5 minuta atër dhe të mbarim. Thot Kadi Jadi, atër si pas kësaj del se edhe armitësia, edhe miqësia, dost me pas, nuk mund të rinë me një vend. Sepse, Allahu Teala, edhe Ibrahimin a.s. edhe Hazreti Muhammed Mustafa s.a.s. i cilësoj me hulle, me khalil, me dost. Ose, se komplet ju nështruan Zotit dhe nuk kishin në zemër as një lidhje tjetër, ose, Allahu pse i donte shumë ato, dhe u dha një kujdes të veçant, u dha do mirësi apostafate atyne, dhe u adite brendit atyne. Shef brenda në zemër, qka kje? Vetëm Allahun e kam në zemër. Dert, vetëm sheriatin, dinin e Allahut, qitapet e ehli sunnetit, hoxalar të ehli sunnetit, e në këto hynë aty të Allah. Ti dush hoxalar të ehli sunnetit, do të thotë Allahun ta kjesh në zemër. Ta shef Allahu zemërën, atër t'jep ato esrar ilahije, ato sekretet hynore t'jep. Pejgamberve va ka dhanë si pejgamber, vahju ka dhanë e kështu me radhë. Neve mund të na japë dënin ndjenjë të bukur. Deri gjesën e lisha gjynaf, sot e kësaj dite mund të duket shumë e beqme ajo. Pse eve, këtë të këtë. Deri gje të dukesh e shumë interesant, shkojsh me vetura të shëtisish, a gje piknik, këndej në mal, andej të hargjësh kohë, bas një vakti të tamam, halalesh, nuk thot se është haram, ama ma mirë është kaluj kohë me një hoqë, të lexoj Kur'an, ta shpeshtoj leximin, ti rregulloj gabime që i bëjnë në lexim, e kështu me radhë. Sepse thot, kanë thënë disa ulema, apo që se ka pastër zemrën nga dashni qera, se kanë thënë disa ulema, el Khalil, dosta e dini kush është? Dost është ai që men la yettesi'u qalbuhu li siwahu. Zemra e tij nuk ka më vend për dikë tjetër. Edhe në shoqënitë e gjëra kështu prap njënin e kije ma dost. Zemra nuk i mban më shumë se një. Qërët i kije kështu në aspekt përgjithshëm dost, ama dosti sekreteve është vetëm një. E na duhet me hek ta bëjmë vetëm Allahun xhelal. Si dhe e bëjmë? Dhe e gjejmë një hoxh të vërtet, njerë me hoxhallar, me ehli sunnet, me imam ler si Kadi Jadi, pastaj kadal dhe hypim atë nivel. Për ndryshe, tu ndajt në kafe. Kënde ke lishu TikTok, e në presish e zani i qindis të thejre, ata i sa e ke falë drekën, e në 4 sahat kije. Mos e hargjo kohën këtë o loçk. Hajde kohën hargjo e këtë me që kështu një shoshni të khejrit, që dhe bisedat dhe i bëjmë për din,
e për pejgamber sallallahu alaihi wasallam. Dhe sjellat e hadith që të kisha marrë një dost përveç jashtë Allahut, dhe kisha marrë Ebu Bekrin, mirë po atë e kam vëlla musliman. Çka do thot? Jo që ja ul vlerën atij, po atë e kam vëlla në shkallën më të lartë, si me pas dost. Në vërtet dost e kam Allahun Dhul Gjelal. Mirë, me këtë inshallah dhe mbarojmë dersin. Allahu na pranoft këtë miqësi, këtë dostlek. Unë e ndjej atë, besoj se edhe ju e ndjeni. Allah i na shtoft, na fuqizat. Po edhe mos e kurseni këtë, ndani edhe me tjerë, më të të vajembare. 2 derset e para, e di se ti dëngushtohesh se ai dëngushtohet. Ani o loçk, ai e ka zemrën kit llome, kit barloke. Ai e ka zemrën te ato që i pa andej. Asnjëna prej atyne qime s'ka në fytyrë. A kupton? Asnjëna prej atyne nuk o e veshët qatë gjanë. A kupton? Tash son bien mend ku erdha një herë une. Gjim kallzon bekimu. Ma pa do i dukem shumë i betshëm, apo? Ja ki hukubet, tu pas ti qëlloj ato. Proces është kjo loçk. Edhe ti mos e kurse këtë. Mere në shokun tant, thuj, ajbe shkëm një ders të ngjojmë. Ma pa ne bëjmë edhe atmosferën e për... Tamam, kur thom atmosferë nuk i bijmë ato këto, rejrat, mos keq kuptohemi, ama kemi në muhabete që, inshallah dhe relaksojmë një gjallë të ri, vetëm është puna me janë bjell dashnin ndaj pejgamberit edhe ndaj Allahut Gjelle Gjelaluhu, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el-Fatiha.